fillim, ende unë jam pa qartë për atë çfarë do të ndodhë. Në kuptimin e çfarë do të ndryshojë, në qoftë se do të miratohet kjo reformë e re, cila do të jetë statusi i qyteteve tona, i bashkive tona, i kompetencave, i financave, i investimeve. Problematikat janë të gjera, edhe pavarësisht kjo nuk mund të thuhet me një po e me një jo. E kur unë këtë e kam si merak në vetvete, llogaritë si mund ta kenë qytetarët, si mund ta kenë njerëzit e thjesht për atë që shikojnë. Ana tjetër më vjen mirë që edhe opozita është pro apo është kundra bashkimit apo shkrirjes, që do të thotë jep ajo një plus për punën tonë. Dhe kjo është për të ndjerë mirë që bashkia, institucioni, edhe me problematikat, me hallet, me ato çfarë ndodhin në territor, pas ka punuar mirë. Megjithatë, vizioni që qeveria, vizioni që parlamenti, vizioni që institucionet po shikojnë, ndoshta e shikojnë një prizëm tjetër që në fakt projekt vendimi e thot me nocione, me fjali, por nuk e shtjellon, pasi kjo reformë nuk kërkon vetëm një ndryshim ligjor për efekt asaj çfarë fola me këtë projekt ligj i cili ka shkuar në parlament. Por kërkon ndryshime të tjera ligjore në ligjin e pushtetit vendor, financat vendore, në kompetencat që duhet të kenë qytetet, pasi flitet për 15 qytete dhe nuk janë pak. E midis tyre Maliqi edhe Divjaka janë 2 qytete goxha me peshë, me popullsi të konsiderueshme që vetëm me censusin e fundit Maliqi ka rreth 31.000 banor, nga 65.000 e kusur që ka në gjendje civile. Që do të thotë që flasim për një komunitet goxha të gjerë, me një bashki me shtrirje goxha të madhe, edhe të gjitha këto unë tashmë jam duke i përgatitur për t'i çuar një material kuvendit të Shqipërisë me të gjitha ato çfarë unë mendoj për këtë reformë administrative. Nuk është kaq e thjeshtë. Më kanë pyetur qytetarë të ndryshëm, media të ndryshme, rrjetet sociale të ndryshme, cili është mendimi juaj. Edhe unë e kam thënë, unë e kam shprehur një mendimin tim që në komisionin, grupin, në komisionin parlamentar, i cili në atë moment nuk është se kishte hedhur ide për bashkime, për shkrirje etj, po flitse vetëm në parim me reforma, dhe më kanë pyetur si ke, dhe unë patjetër që kam qenë kundra shkrirjes apo bashkimit të bashkisë, se ka 2 nocione. Nocioni që materiali vjen në projekt ligj nuk është shkrirje, po është bashkim dhe kanë nxjerrë në një nocion tjetër që kemi saktë edhe me projekt ligjin. Projekt ligji propozuar parashikon që Bashkia Maliq të bashkohet me Bashkinë Korç. Dhe organizimi i brendshëm propozohet të kalojë nga bashki në njësi administrative që jemi sot, në bashki, qytet, në njësi administrative. Domethënë, projekt ligji parashikon që qyteti i Maliqit të ketë një organizim siç e ka patur me njësitë administrative. Njësitë administrative të Maliqit nuk do të varen nga Korça, po do të varen përsëri nga Maliqi. Nuk do të ketë kryetar bashkie, po do të ketë një zëvendës kryetar funksional, se ndonjëherë flitet sikur ne, si të themi pro, thonë e bëjnë për veten e tia. Si të themi kundra, qajnë hallin e karrikës tyre. Për mua, nuk duhet parë bashkia, pozicioni, ky organizim si një moment që duhet qajmë hallin e një kryetari bashkie. Unë mendoj që duhet të shikojmë sa shërbimet ndaj njerëzve vjen më afër, sa u zgjidhen më lehtë, sa Maliqi do të ecë jo me këtë ritëm që ka ecur tani, po do të ecë më mirë, sa investime do të marrë më shumë, sa do të shërbejë qytetarëve. Domethënë, koncepti është shumë i gjerë.